Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse djersini sa herë që flini, trupi po ju tregon se vuani nga këto probleme. Zgjimi i natës duke u ndjerë të nxehtë dhe me djers është një nga ndjenjat më të pakëndshme. Këto valë të nxehtësisë intensive mund të ndërpresin një gjumë të mirë dhe të lënë të ndjehesh ngadalë të nesërmen. Pra, të kuptuarit se çfarë mund të shkaktojë djersën e natës tuaj është hapi i parë për t'i trajtuar ato. Këtu do të gjeni disa nga shkaqet më të zakonshme të djersitjeve të natës. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se djersitja juaj e natës mund të shkaktohet nga klima e nxehtë në të cilën ndodheni, shumë batanie ose madje edhe një dyshek i cili e mban trupin tuaj të ngrohtë. Nëse nuk është kështu, një nga këto 4 shkaqe mund të shpjegoj pse po përjetoni djersitje natën. Në thelb, djersitja e natës tuaj mund të jetë afsh. Mjedisin e net shpjegon se gratë të cilat janë në periudhën e menopauzës shpesh përjetojnë këto afshe në kohë të ndryshme gjatë ditës, por sidomos gjatë natës dhe zgjohen të mbuluara në djers. Mjedisin net thotë se një infeksion si tuberkulozi mundet që të shkaktojë djersitje natën. Gjithashtu edhe inflamacioni në eshtra mund të jetë një problem serioz për shkak të djersitjes në gjumë. Stresi dhe ankthi mund të shkaktojë që trupi juaj të djersijë gjatë natës. Klinika Mayo thotë se simptomat e tjera të ankthit përfshijnë nervozizëm, tensione dhe probleme të gjumit. Çrregullime të gjumit. Apnea shkatëruese e gjumit ose ndonjë çrregullim gjumi mund të shkaktojë djersitje gjatë natës. Simptomat të tjera të cilat mund të shoqërojnë çrregullimin janë pagjumësia, mbytja gjatë natës, si edhe presioni i lartë i gjakut. Mjekët shpesh dëgjojnë pacientët e tyre teksa ankohen për djersitjen gjatë natës. Djersitjet e natës i referohen djersitjes së tepërt gjatë natës. Por, në qoftë se dhoma juaj e gjumit është jashtëzakonisht e nxehtë ose ju keni veshur shumë rroba krevati, mund të djersiteni gjatë gjumit dhe kjo është më se normale. Djersitjet e vërteta të natës janë ndezje të forta të nxehta të cilat ndodhin gjatë procesit të gjumit dhe që mund të lagin rrobat dhe çarçafët tuaj dhe që nuk lidhen me një mjedis të mbinxehur. Sipas ekspertëve, është e rëndësishme të theksohet se skuqja e fytyrës apo trupit mundet që të jetë e vështirë të dallohet nga djersitjet e vërteta të natës. Ka shumë shkaqe të ndryshme të djersitjes gjatë natës dhe për të gjetur shkakun, një mjek duhet që të marrë një histori të hollësishme mjekësore dhe të urdhërojë teste për të vendosur se çfarë gjendje mjekësore është përgjegjëse për djersitjet tuaja gjatë natës. Ne këtu do t'ju prezantojmë disa nga shkaqet e këtij problemi. Menopauza. Flakët e nxehta të cilat shoqërojnë menopauzën munden që të ndodhin gjatë natës dhe njëkohësisht të shkaktojnë djersitje. Ky është një shkak shumë i zakonshëm i djersitjes së natës që ndodh tek gratë. Hiperhidroza idiopatike është një gjendje në të cilën trupi juaj prodhon në mënyrë kronike shumë djers pa ndonjë shkak mjekësor të identifikueshëm. Infeksionet. Tuberkulozi është një infeksion i cili lidhet më së shpeshti me djersitjen gjatë natës, por infeksionet bakteriale të tilla si inflamacioni i valvulave të zemrës, inflamacioni në kocka munden gjithashtu që të shkaktojnë djersitje gjatë natës. Djersitja e natës është gjithashtu një simptom e infeksioneve akoma dhe më të rënda. Medikamentet. Marrja e disa ilaçeve të caktuara mundet që të çojë në djersitje gjatë natës, ndërkohë ilaçet janë më të shpeshta të cilat munden të jenë shkaktar të këtij problemi. Nga 8 deri në 22% e njerëzve që marrin ilaçe kanë djersitje gjatë natës. Hipoglikemia.
Sheqeri i ullët në gjak gjithashtu mundet që të shkaktojë djersitje. Njerëzit të cilët marrin insulin ose ilaçe për diabetin munden që të kenë hipoglikemi gjatë natës, e cila shoqërohet me djersitje. Çrregullime hormonale. Djersitja ose skuqja mund të shihet me disa çrregullime hormonale, duke përfshirë sindroma nga më të ndryshme si edhe hipertiroidizmin. Kushtet neurologjike. Këto kushte përfshirë edhe goditje në tru dhe neuropatin autonome, munden që të shkaktojnë djersitje të shtuar dhe munden të çojnë në djersitje gjatë natës. Si të shmangni ju djersitjen e tepërt nën sqetulla? Djersitja e tepërt e sqetullave është e njohur edhe si hiperhidroza sqetullore dhe ajo mundet të jetë e pakëndshme dhe e sikletshme. Ne këtu do t'ju tregojmë disa këshilla për të ndihmuar në reduktimin e djersitjes nën sqetulla. Vishni rroba prej pëlhure, të cilat do t'ju ndihmojnë ju të ajroseni. Zgjidhni pëlhura natyrale si pambuku ose liri që lejojnë sqetullat tuaja të ajrosen dhe gjithashtu ndihmojnë në largimin e lagështirës nga lëkura juaj. Përdorni antidjers. Aplikoni antidjers natyrale ose antidjers me recetë nga dermatologët. Kërkoni produkte të cilat përmbajnë klorur alumini, i cili ndihmon në uljen e prodhimit të djersës. Aplikoni antidjers gjatë natës. Aplikoni antidjers në sqetullat e thata para se ju të shkoni në shtrat. Kjo lejon që produkti të funksionojë gjithashtu gjatë natës dhe nga ana tjetër ai mundet që të sigurojë efikasitet më të mirë në krahasim me të gjitha produktet e tjera. Ndërkohë, mbani sqetullat e pastra. Lani nën sqetullat tuaja çdo ditë me një sapun të butë ose larës, i cili mund të jetë antibakterial për të hequr të gjitha bakteret dhe njëkohësisht erën e keqe. Mbajtja e zonës të pastër mundet që t'ju ndihmojë në reduktimin e djersitjes dhe në kontrollin e erës së trupit. Shmangni ushqimet pikante dhe njëkohësisht kafeinën. Disa ushqime dhe pije, si për shembull ushqimet pikante dhe pijet me kafeinë, munden që të shkaktojnë djersitje. Kufizoni konsumimin e këtyre artikujve për të ndihmuar në menaxhimin e djersitjes nën sqetull. Qëndroni të hidratuar. Pirja e shumtë e ujit ndihmon në rregullimin e temperaturës së trupit tuaj dhe mund të zvogëlojë djersitjen e tepërt. Synoni për të paktën 8 gota ujë në ditë. Menaxhoni stresin. Stresi dhe ankthi mund të kontribojnë në rritjen e djersitjes. Praktikoni teknika relaksimit të tilla si ushtrime të frymëmarrjes së thellë, meditim ose yoga për të ndihmuar në menaxhimin e niveleve të stresit. Vishni veshje të lirshme. Rrobat e ngushta mund të bllokojnë nxehtësinë dhe të nxisin djersitjen. Zgjidhni veshje të lirshme dhe të lehta, të cilat lejojnë qarkullimin e ajrit dhe minimizojnë djersitjen. Konsultohuni me një profesionist të kujdesit shëndetësor. Nëse djersitja e tepërt e nën sqetullave vazhdon dhe ndikon ndjeshëm në jetën tuaj të përditshme, merrni parasysh të kërkoni këshilla mjekësore. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.